Në një nga zonat më premium të lagjes Arberia ndodhet kjo banesa shumë luksoze. Bëhet fjalë për një nga banesat më të mira që ti mundesh me i ble në zonën e Minimaxit. I ka fix 198 metër katror në total, 152 janë brenda dhe pjesa tjetër është teras, është banesë e posa finalizuar. Në çdo detaj kësaj banese me plot kuptimin e fjalës nuk mundesh me i thonë çto ose çto është keq, sepse çdo gjë është në vendin e vet. Për më detaje do ju tregojmë çdo pjesë të kësaj banese luksoze për cilën video. Këtu jemi në qendrimin ditor. Çdo gjë është madhështore. Televizioni ta zaventson kinemon. Ulset i ki lëkur original. Sheni, është ambient tejet luksos. Komplet pjesa e qendrimit ditor ka pamje panoramike nga ambasada e Amerikës, pamje e hapun dhe e papenguar. Trezëria e bukës është mjaft e bukur. 6 persona hajnë ushqimin shumë shlir. Pjesa e kuzhinës është komplet e re dhe me vija shumë të pastërta. Komplet edhe dollapat brenda janë të punuar me antibakterial materialet. Frigoriferi është 2 kahor. Dritaret i ka komplet për ajrim natyral. Lartësinë komplet banesa të pastër e ka 3 metër. Ndërsa pjesa tjetër që do e shohim, dhomat e gjumit, ka një organizim shumë të mirë. Po fillojmë me dhomën e parë, ku pronari e ka shndruar si dhomë punës apo studio, për shkak që edhe vetë pronari merret me injizime të muzikës dhe e përdor si studio. Ana tjetër, tash po futemi në dhomën e çiftit, është dhomë shumë e bukur dhe mjaft elegante. Shtrati, këtu e kemi dollapin dhe banjon brenda, ndërsa edhe kjo dhomë e ka daljen në balkonin panoramik, ku përveç që ki mundësi me dalë, e nëse je duan gjime dhe i cigaren, e ka dhe gjelbrimin për para. Dhomën e tretë të gjumit e kemi këtu, është dhoma e vajzës apo e djalit, varësisht çka ti ki. Dritaret i ki anash, këtu e kemi garderobën dhe e kemi edhe banjon brenda kësaj dhome, me privatsin e duhur që fëmiju juaj ta ketë. Banesa në detajet të tjera i përmban edhe këto elemente që janë shumë të rëndësishme, por ajo çka e bën të mirë është që ty të kursen shumë pare, sidomos në sezonën e dimnit. Komplet nxemjen, kjo banesë e ka me pompë termike dhe fan coil. E ka sistemin e hoteleve ku janë të punuara në tavan. Komplet pjesa tjetër që shihet ka rregullim shumë të mirë. Ndriçimi është fenomenal. Ngjyrat i ka shumë të ngrohta, në mënyrë që ambienti të jetë shumë relaksues. E kur të vjeni nga puna, këto e gjeni qetësinë. Kjo është pjesa më e rëndësishme e kësaj banese, terasa juaj, e ardhshme dhe familjes tuaj. Këtë ambient ti mund ta shfrytëzosh gjatë çdo pjese të kësaj sezonet verës. Është komplet e hapun dhe e papenguar nga ambasada e Amerikës. E sa i përket çmimit total, tash do të tregoj. Çmimi në total për këtë banesën super ekskluzive që e prezantuam në detaj është 530.000 euro. Na kontaktoni.